كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جنح الدجى ولنور وجهك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu ju shpëlbeft ju që jeni prezent. Edhe ata që kanë organizuar këtë iftar, e që kanë kontribuar të gjithë, Allahu ju shpëlbeft. E lutim Allahu subhanahu wa taala që t'ua parashtroj këto vepra në ditën e Kiametit, e t'ua paraqet e të gëzohni me to. Ora 12 vjet e më konë iftarin e fundit në Ferizan. Dhe kjo është iftari sot. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala që vllazërit e vjetër të asaj kohe i kam gjetë përsëri këtu, edhe kam parë shumë vllazërit të ri. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Ata dëshirojnë me pengu fejnë e Allah subhanahu wa taala, por Allah dëshiron që feja ati me shkuar përpara. Dhe kjo feja Allah subhanahu wa taala ka me mbet derisa të ketë njerëz në këtë dynjë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilët transmeton Imam Muslimi në Sahih, Imam Ahmed në Musnad, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq. Gjithmonë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka me qenë haptazi në thirrjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Hatta yati amrullah, nuk kështu kanë me vazhduar derisa të vjen urdhni i Allah subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahu wala man khadalahu. Nuk i dëmton ata as tradhtia e mëshme, as sulmet e jashtme, derisa të vinë premtimi i Allah subhanahu wa taala, e premtimi i Allah që e ka përmend Ibn Hajar, Allah pas mëshiruar është një prej treve. Ose ka më ndodhë ajo që ka më ndodhë, e që botën ka më përfshi fjala Allah dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë kohë do të jetë fjala lartë vetëm fjala Allah subhanahu wa taala. Ose do të vije Kiameti, ose do të vije era e cila u merr shpirtat besimtarëve. Deri në këto momente gjithmonë ka me pas njerëz besimtar, musliman, në rrugës të vërtetë të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa asnjë dyshim. Me qenë të agjërimi është test, është provë për jetën e kësaj bote, por edhe për jetën e botës tjetër. Edhe në botën tjetër ka me pas momente kur nuk ka me pas ujë, as nuk ka me pas ushqim. E prej sunetit e Allah subhanahu wa taala është mos me i sprovua robërit e vet 2 herë me sprovën e njëjtë, sikur njëtën e kësaj bote edhe njëtën e botës tjetër. Ja, kështu nuk e bën Allah subhanahu wa taala. Për te Ibn Qayyim Allah subhanahu wa taala pas mëshiruar kur e shpjegon në komentën e fjalës së Allah subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, do të Allahu shumë në rrimin kom, namaz, për hir të Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim ka thënë kush rrin kom namaz në këtë dynjë, Allah subhanahu wa taala nuk ka me lanë me net në kom 50.000 vjet në ditën e Kiametit. Kushdo që agjeron këtë dynjë, e lën për hir të Allahut ushqimin edhe pijen.
Shpresojmë se Allah subhanahu wa taala nuk ka me sprovuar ditë kiametit me mungesë të ushqimit dhe mungesë pijeve. Ajo që është transmetuar saktë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e kiametit, më të madhen kërkesë njerëzit e kanë ujë. Edhe në xhehenem, kur tin banorët e xhehenemit, më të parën kërkesë e kanë ujë. Për shkak se nxehtësia edhe vështirësia shumë e madhe. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditën e kiametit njerëzit dalin me një tokë të rrafsht, me të cilën nuk ka pemë, as nuk ka hije, as nuk ka bori, as nuk ka gjelbrim, është e pa gjallume, dielli është mbi kokat e njerëzve, dhe njerëzit zhyten në djersit e tyre, sipas mëkateve që i kanë pasur këtë dynjë. Dikan e mlojnë njerëz deri tek zogu i kamës, dikan deri në gjuhë, dikan deri në mes, dikan deri në fyt, e dikush zhytet krejt. Në këtë temperaturë të madhe, ata të cilët kanë agjëruar sot, Allahu subhanahu wa taala u kthen para se me shkuën në xhenet. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vazhdon mua një kru, i cili është para se me shkuën në xhenet, nuk është kjo thënë, cilën e ka përmendur Allahu në Kur'an, por është një kru tjetër e ka emrin Hawl. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hapësira e tij është e madhe dhe tasat për me pije ujë të ai janë sikur yjet shumë. Kushdo që ka me pije ujë të ai kru, nuk ka me kap etja më kur. Që do më thonë se nëse s'pin ujë aty ka me të kap etja. Ama xherusit me lejen e Allahut ka me pije ujë, se ata kanë lënë ujin për hir të Allahut këtu, në këtë dynjë. Uji është halal, baza e tij është halal. Se s'keni pije ujë sot gjatë ditën. Veç se ka thonë Allahu subhanahu wa taala mos pini, veç për çfarë? Pse s'kemi hangër ushqim gjatë ditën? Veç se Allahu ka thonë mos hani. Po këta besimtarë që në gjendje me i lonë gjonat halal për hir të Allahut, qysh nuk i lonë ato të cilat janë harame? Qysh nuk i lonë ato të cilat nxjerrin për fe krejt? Janë veprat kufrit e në shirkut. I lonë, ta në të partë. O anë awwalul muslimin, pejgamberi të Allahut kur dëgjonin ndonjë urdhër prej Allahut subhanahu wa taala thanin po na të parë jemi që e praktikojmë këtë urdhër. O Allahu ju na ke thonë ti më agjërue, po ne kemë agjëru. A ke thonë mos me pije, po nuk kemë me pi. Ama Allahu subhanahu wa taala është bujar. Nëse dikush e lën pijen për hir të Allahut, e lën ujin për hir të Allahut, me sprovue përsëri botën tjetër me ujë, ja, ky nuk është Allahu jon. Allahu jon është ai i cili nuk i bashkon dy frikat e robi, as nuk i bashkon dy siguri. Ai që s'ka pas frikë për Allahun në këtë dynjë ka mu frikuar në ahiret. Ai që ka pas frikën e Allahut subhanahu wa taala në dynjë, Allahu subhanahu wa taala ka më dhënë siguri në ahiret. Qëllimi jonë është me fitu ahiretin, se betohem në Allahun jeta e kësaj bote është e barabartë në zero. Jeta në këtë dynjë është e barabartë në zero. Kur të rinjallën njerëzit ditën e kiametit dhe pyetin me zvete, sa kina net në dynjë, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kanë me thonë kena net një ditë, ose një gjysdite. Ta kanë jetu jetën 60 deri në 70 vjet. Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu e ka mesatarën e jetë gjatësisë. Pse kur dalin ditën e kiametit mendojnë se kanë jetuar vetëm një ditë ose një gjysdite? Një ditë agjërimit. Sa ka duk që ka ditë agjërimit? Sot që keni agjëruar prej syfyrit deri në iftar, a ko në vështirë? Mu pas përbandit se dite me kufër a ishi largu, me shirk a ishi largu, me presionet munafikve të qafirave tjerve a ishi largu, me gjynohem me ato për një dit, a një dit nuk ka mundësi me posa për dikush deri në iftar, me qëndru e besnik fjallës a Allah e të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me qëndru e besnik shahadetit tonë që vetë me thonë në vullnetarisht, nuk ka adhërojnë kërkon përveç Allah subhanahu wa taala dhe nuk ka mësues për neve përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
S'munët më në mësu neve, kërkush heq. Asë një njeri në botë nuk mund më në mësu heq, përveç atyre të cilët në mësojnë si pas asaj që ka urdhnu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi, dëshmojmë se Muhamedi është i dërguar. Çfarë i dërguari? Për çka ka dërguar Allah atë? Ka dërguar më në mësu me jetu, më në mësu me besu, më në mësu me gjitha elementet, gjitha fushat e jetës, ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mësu dhe ne nuk pranojmë në mësu një për tjetër. As që shfam, as që shpim, as që shnem, as që shohme, as që shfalim, as që shbën familje, as që shpunojmë, as që shkollojmë, kërkushiq. Përveç asaj që e ka thënë Allah dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe krejt jeta në fund pastaj që secili prej neve ka me thënë lebith me ju me në ubad me ju, nuk e pia vetëm një ditë, a një gjëzdite, dhe të më Allah se për një ditë, se për një gjëzdite, nuk ja vlen me humbë ahiretin. Dhe shembulli më i mirë është nona e Isës alayhi salatu wassalam, Mariemja, në kohën kur e ka lind Isën alayhi salatu wassalam. Edhe ajo s'ka pas kur falfojë pse e ka lind Isën. Sa Allah subhanahu wa taala ka dashur kështu. Or kur gjen në popull, ja Mariemu, o Mariem, çka ki po kështu? Shumë më kujto se Allah ka thonë kështu. Jo. Ku më e këtë fëmijë, ma kanë e buke me seu. Se ke pas as babën kështu, o ma kanë të umu ke bëgjia, as nërën se ke pas t'il, ka dole këti. O të desh nëse si më konë, nona e baba të mirë, që do më thonë, të dhe me vazhdu më konë këtë si për ata. Kale, inni në dhertu lirrahmani sauma, përgjigjen, që ka thonë në jemi a njerëzve, ka qenë une e kom bën jetë ma gjërëm. Për hirë të Allah, s'du me full me ju e heq, jam agjerushur. Dhe lëtë u kelli me ljohë me insia, njerit gjallë s'du me full heq, se jem të agjeru. Mariemja ka logarit agjerim, mos me full. Mos me full me njerëz, në veçanti me njerëz që lëshojnë negativitet, njerëz të këshirë. U edhe khata be humër gjahilune, kalu selama, Allahu në mësën kur nëse në bjen me njerëz të cilët janë të pahë të punë, ti të në mirë, hasë së jem të agjeruar, ti në bajram du të me thonë jem të agjeruar, dhe të zbën të jem të agjeruar, po këtë në vetë, në ditë bajramit du të me thonë adisha jem të agjeruar, i kështë gjojnë a i konë që së është të agjeruar, se s'du me folë me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, ku shërun gjuhën e vetë, kam me a garantu e gjennetin. Se wallahi mëth shumë të njerëzit i që nëzjarë gjuha të folë pa asni nevoj, të bo fesad, të bo gibet, të bo rren, të bo shpifje, të mos folë atë që ka kërku Allah, atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inni nadhartu lirrahmani sauma, unë e kam vendosë, e kam bën jetë, ma agjeru për hita Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe ne o konë mirë me bën jetë, ma agjeru për hirë të Allah, sa herë që në bje me folë me njerës të cilët nuk janë të eduku. Ma agjeru, jem të agjeru. Men kani yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kushdo që beson Allah subhanahu wa ta'ala dhe ditën e fundit, falyakul khayran aw liyasmut. Në të folë khajrë, në të folë fjallë të mira, ose në të heshtë. Cilat janë fjallë të mira? Fjallë të mira janë ato të cilat të tjerët kanë dëshirë me ndëgjume. Këto janë fjallë të mira. Fjallë të mira në kur i thresni njerëzit për të Allahu e të libri e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kush është ma fjallë mirë sa i cili tret për ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Me qëtë që e dina, unë në Allahun e dina, që të mëse e dikujnë. Shahadetin e dina, që të mëse e dikujna. Nisjenet mirë e dina, që të mëse e dikujna. Edukatën me prind, mëse e dikujna. Edukimin e fëmijëve, mëse e dikujna. Gjithë se cili prej neve në dishka din, qëtë që e dini, mësënjave aty me cilët nuk e din. Prej vetë shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të përgëzuar me xhennet,
6 prej tyre e kanë pranuar Islamin prej gojës e Abu Bekrit, jo prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Daveti thira në Islam nuk është veçori e hoxhallarëve, dietarëve, ja. Bile vllaznik musliman e përhapin fen më shumë se sa e përhapin ata të cilët kanë dituri. Se ata kanë kontakte me njerëz më shumë. Nuk ka diskutim se drejtimi u takon atyre të cilët dinë, ama puna, përhapja, kontaktet me njerëzit, thirrja, daveti u takon vllaznive musliman. Se 6 prej 10-ve e kanë pranuar Islamin prej Abu Bekrit, jo prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëre e lusë Allahu subhanahu wa taala që t'ju bashkoj në fe ashtu qysh në ka bashkuar sonte këtu. E lusim Allahu subhanahu wa taala që na i falë gjunohat edhe të qenë sinqeritet e begati tek gjithë ata të cilët mundohen që sado pak fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të rrinë të vesht e muslimanëve e të kthehet në praktikë të asaj që kemi mësuar. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.